Një tjetër efektiv policie i dyshuar si i përfshirë në favorizimin dhe kultivimin e bimëve narkotike është shpallur në kërkim. Bëhet fjalë për shefin e rendit në Komisariatin e Policisë Kurbin, Ylli Vata, i cili akuzohet se ka bashkëpunuar për të favorizuar parcelat me kanabis, të cilat ishin mbjellë në zonën e Malësisë së Kurbinit, me qëllim trafikimin drejt Italisë. Sipas prokurorisë, grupi kriminal dyshohet se drejtohej nga biznesmeni Lefter Nelaj, i arrestuar në nëntor të vitit 2016. Biznesmeni akuzuar si organizatori dhe financuesi kishte krijuar një mekanizëm i cili bënte të mundur dhe krijonte të gjitha kushtet e përshtatshme për kultivimin e bimës narkotike në zonën e Malësisë së Kurbinit. Hetimet e prokurorisë së krimeve të rënda kanë zbuluar se ishte shefi i rendit në Komisariatin e Policisë së Kurbinit, Ylli Vata, i cili si drejtuesi i grupit të kontrollit nuk kryente detyrën e azhësimit të parcelave me kanabis. Emri kryepolicit u zbulua gjatë hetimit të nisur në korrik 2015 nga Prokuroria për Krime të Rënda, në bazë të cilit në nëntor 2016 u arrestuan edhe 7 persona, njëri prej të cilëve efektiv policie Zan Kasmi. Në bazë të hetimeve ka rezultuar se oficeri Vata, duke qenë dhe pror direkt i specialistëve të policisë së zonave, ka ndikuar në moskryrjen e detyrës së tyre, si pjesë e zinxhirit kriminal dhe si bashkëpunëtor në kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Grupi kriminal kishte bashkëpunimin e punonjësve të policisë, të cilët kishin për detyrë të njoftonin nëse zhvilloheshin operacione policore antikanabis në atë zonë dhe kishin marrë garancim prej tyre se për këtë aktivitet nuk do të cënoheshin nga forcat e policisë së Komisariatit të Kurbinit. Po sipas hetimit, grupi kishte të siguruar dhe tregtimin e lëndës narkotike pas procesit të përpunimit.